Në këtë video do të shohim hap pas hapi procedurat e vulosjes së kutisë së votimit dhe plotësimin e procesverbalit KQZ 0007. Procesverbali shërben si dokument zyrtar për dokumentimin e mbylljes së sigurt të kutive të votimit përpara fillimit të votimit, verifikimin e vulave dhe kodeve të sigurisë të përdorura në kuti, sigurimin e integritetit të materialeve zgjedhore. Përpara se të fillohet procesi i votimit, sigurohet që kutia e votimit është bosh, e pastër, duke ia demonstruar edhe anëtarëve të tjerë dhe vëzhguesve që janë të pranishëm. Anëtarët e komisionit kontrollojnë hapësirat ku vendosen vulat, verifikojnë që vulat e sigurisë janë të disponueshme dhe kodet e tyre janë të listuara në dokumentet përkatëse të dhëna nga KZAZ. Fillimisht, vendosen vulat e sigurisë në hapjen e kutisë së votimit. Vulat vendosen në 4 anët e kutisë. Anëtarët e komisionit sigurohen që kodet e sigurisë të përputhen me ato të dhëna nga KZAZ. Më pas, sekretari regjistron kodet në procesverbalin KQZ 0007. Pas vendosjes së vulave, kontrollohet që ato janë të mbyllur plotësisht dhe nuk mund të hiqen pa u dëmtuar dhe nuk krijojnë hapësirë. Kodet e sigurisë duhet të jenë të dukshme dhe të lexueshme për të regjistruar në procesverbal. Në procesverbal shënohen të dhënat si më poshtë: numri i qendrës së votimit, data dhe ora e vulosjes. Shënohen 4 kodet e sigurisë të vulave të përdorura për kutinë e votimit. Vini re, hapësira në kapakun e kutisë së votimit, ku hidhet vota nga zgjedhësi, nuk mbyllet në këtë moment. Ajo mbyllet pasi ka përfunduar procesi i votimit në orën 19. Procesverbali nënshkruhet nga të gjithë anëtarët e pranishëm. Vini re, këtë procesverbal e plotson sekretari i komisionit të qendrës së votimit dhe nënshkruhet vetëm nga anëtarët e emëruar nga KZAZ. Askush tjetër nuk mund të plotësojë apo nënshkruajë këtë dokument. Procesverbali futet në zarf, i cili futet në kutinë e votimit.